Që së poko 4 javë është shembur dheo ofër Badovcit në pjesën më të rrezikshme të magjistrales Gjilan-Prishtinë dhe e ka bloku komplet një rinqërit të rrugës. Bash aty mbrëm u aksidentua një autobus me një vetur e para disa dite edhe disa aksidente të tjera. Deputet Gjilanit që u regjistruan dje Ajrata Nej. Kabinet qeveritar në detyr nikje a ndreq të mallkum, a ndjen një trup përgjithësi. A duhet patjetër me vdek dikush që me nxjerr një kamion dhe një bager me pastruat pjesë. Që të postem e ka bo Adonis Tahiri me gjas është qytetar nga Gjilani, mu ma dërgun, edhe më thanë që hala është gjendja e njëjtë, kështu që hajde shkojna të këshyrëm situatën. Jena orë të vendi i gjarjes, masi e kalum Graçanicën, halos kemi mritë e Badovci, këqëre ne, do me thonë shenjat e aksidentit, mas pare, këqëre. Halojën gjomat këto, prej veturave që jenë aksidentu, qëre kjo këto, qëre edhe kjo, copza tjetër, qëre kjo, e rrezik konstant njerës, për të se çdo javë aksidente, apo kuptan, edhe kjo, është pjesë problematike për shkak se vazhdimisht ka shembje. Rasti i fundit është gjithnjë të ju referu statusit që 4 javë, mirë po ka pas edhe në periudhat ndryshme, kur është shemb dhejon këtë pjesë, edhe është dashur me intervenu për mori përsërit pra problemi. Qysh po mëni me pa këto, nuk ka fare ndryqim. Imagjinojeni natën, qysh mënët me konë që kjo pjesë, sa është rrezik që të pej shambjes dhejët kur po kaleni? Tepër, shumë rrezikët. Shumica rrugëve janë pa ndryshim. Qështu e ndodhin aksidentet. Këto do të me intervenu, ja komuna, kush e kom dhut. Shumë është rrezik, bllashka, shumë është rrezik, se vinë për shembull motorat këni na shpejt shumë. Edhe nuk e shohin prej poshtit kur vinë, edhe malin hez fort. Amo nuk e shohin, nuk shtirë, është shumë shtirë, veç do të mi pas dritat e mira për shembull. Këqëre ne, do me thonë deri ku e ka nëzon të rakën e vajtjes në këtë drejtim, dhe jo. Qëra, kuku. Që 4 javë është në që gjendje, imagjinojnë tash. Krejt qëto situata na që 10-15 minuta jena qëto, edhe pat plot momente ku ke kogja ofër me u aksidentu veturat. Valla në rrezik për shjet edhe vetë. Ndoshta ditën nuk është qaq rrezik sa është natën. S'ka ndryshim, s'ka sinjalizues dur, nuk ka kur gjë, domethënë rrezik permanent. Kur ka shi, kjo shemët e poshtë bjen, ma herët u kom pak më nalt, tash sa bin shi bjen magnina. Njerëz, për shkak se është magjistrale, lidh 2 qytete, bie në kompetencën e Ministrisë së Infrastrukturës. Te kontaktojna zëvendës ministrin, nëse mujna me marrë intervistë ose të paktën me na jap një prononcim përmes telefonit, lidhe me problematikën edhe tek qyrëma është i njoftum. Ose sonte, ose nesër në mëngjes fillojmë për me hek dheun prej atje. Si zgjidhje e përkohshme, në ndërkohë si zgjidhje të përhershme të këtij problemi është në kontratën që po i presmi. Landa është në OSHP, e kemi rekonstruimin e rrugës prej Kishnisës deri në Gjilan. Apo? E çfarë mosa kanë mu morë këto zoti Durmishi që mos mu përsërit, se këtu kishë shambje se më tregun që e keni largu disa herë? E kemi largu disa herë, por aty në kuadër të projektit të rekonstruimit të rrugës prej Kishnisës deri në Gjilan e kemi edhe këtë pjesë, ka musanu komplet me mure mbrojtëse me gjitha mosat që do të me mure mbrojtëse do me thonë, e kur pretendohet kjo me ndodh? Po kjo është dashur me ndodh ma heret, por landa është në OSHP, jem të e prit në vendimin e OSHP-s, do më thënë, për ndryshe dhe i tash ishë në nëshkru kontrata. Nesër gjatë ditës pastrohet aty komplet. Të falenderoj shumë, zoti Durmishi, na kena mu duk prap nesër. Respekte. Qika shprej meje, nëse ju pëlqen qa bëjt deri nesër, shihemi prap njëjtin vend, do me thonë, unë jam burim Pacolli, kudo që jeni ju prezent, jo me dhone.